5 persona janë lënduar sot në orët e para të mëngjesit në një lokal në rrugën Gasper Karaçi në Gjakovë. Të lënduarit kanë marrë trajtim në emergjencën e spitalit Isa Grezda. Specialisti e emergjencës Dr. Gjok Komani tha se 2 prej tyre janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim të metutjeshëm. Pra mbas orës 1 mesnatës, domethënë jam ftuar si mjek i gatishmërisë për një rast rrahje si duket. Dhe jem detyru mi transportu për Prishtinë 2 raste për shkak lëndime më të rënda. Në kacafytje në përfshirë 5 vetë, do me thonë, 3 në liru, kurse 2 në shku për Prishtinë për trajtim me të profilizuar specialistik. Sipas doktor Komanit, 2 të lënduarit që janë dërguar në QKUK kanë marrë lëndime me mjetet të prehta. Lëndimet kanë qenë në regionin e Kokës, njëri ka pas në Qafë, në anën e Majt, edhe është dëshu që është ataku një arterje shumë e rëndësishme dhe që mund të qenë rrezik, arterja karotis, edhe është bërë transportimi, gjendja ka qenë stabile, e mbikëqyrë dhe trajtuar mirë këtu. Lëndimet janë nga mjetet e prehta? Nga mjetet e prehta. Mund të jetë thika, mjetet e prehta, i konsiderojmë ne se mjetet e prehta, mund të jetë edhe thikë. Rastin e ka konfirmuar dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë në një përgjigje me shkrim ku thuhet se janë arrestuar 6 persona. 6 persona janë arrestuar pasi u përfshin në një përleshje fizike në një lokal në rrugën Gasper Karaçi në Gjakovë, rreth orës 1 të mëngjesit. Si pasojë, 2 persona kanë pësuar lëndime trupore, të cilat dyshohet janë shkaktuar nga një mjet i mpret. Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor. Gjatë kontrollit është gjetur dhe sekuestruar një thikë, e cila dyshohet se është përdorur gjatë incidentit. Me vendim të prokurorit të shtetit, të gjithë të dyshuarit janë ndaluar në mbajtje, si dhe është iniciuar rast vrasje në tentativë. Gjatë 24 orëve të fundit në komunën e Gjakovës ka ndodhur edhe një konflikt tjetër në të cilin kanë pësuar lëndime me mjetet e prehta thik.